Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e Mario Porlleshaj me ërmasjen e sigurisë arrest me burg. Ai akuzohet për vrasjen e bashkëmoshatarit të tij, Martin Cani. 15 vjeçari Porlleshaj që mbahet në Institutin e Ftëmiturve në Kavaj, kërkonte një mas më të butë sigurie. Kjo kërkesë u rrëzua nga gjykata me argumentin se vepra penale vrasje në rrethana cilësuese nuk e parashikon këtë lehtësi procedurale që shkurton afatit e gjykimit dhe në rast dënimi i ul vitet e ndëshkimit me 1/3. Në seancën e zhvilluar në praninë të psikologës për shkak të moshës së mitur të pandeurit, pala mbrojtëse që përfaqëson familjen e Martin Canit kërkoi një riekspertizë për mjekësia ligjore me argumentin se 14 vjeçari është goditur me nga 2 autor dhe jo vetëm nga i arrestuari. Martin Cani mbetet i vrarë me thik gjatë një përleshje me shokun e shkollës pas disa konflikteve të nxitura në rrjetet sociale, çka pasoi edhe me vendimin e qeverisë për të mbyllur TikTokun. Nga sherrri, vetëm 200 metra larg shkollës Fanoli mbeti i plagosur edhe shoku 17 vjeçar që Martin Cani thërriti në mbështetje, i cili vazhdimisht ka pretenduar se goditje pas shpinën një autori dytë, djali i një agenti të BK-s, për të cilin policia zyrtarisht ka deklaruar se në momentin e vrasjes ishte larguar nga përleshja dhe se nuk ka pasur një thik të dytë në vendngjarje.